tyre. Po. Kishin bërë edhe më përpara disa arrestime kishin edhe më përpara kishin hyrë në Beijing, kishin arrestuar disa qytetarë të tjerë, në total kanë bërë disa inkursione ushtarake në këtë mënyrë izraelitët në territorin e Sirisë, ku kanë arrestuar aktualisht diku rreth 64 qytetarë sirian dhe i mbajnë të arrestuar pas një lloj akuze sot. Tu janë brenda territorit sirian. Brenda territorit sirian. Beit Gjin drejton do thotë shtëpia e gjindëve. Po, këtu është territori, pra këtu është kufiri. Siç e shihni, kufiri izraelit është ky. Po. Kjo pjesa është që e kishin si tampon zonë? Jo, kjo pjesa e kishin izraelitët në marrëveshjen e 1974 pas luftës të Yom Kipurit, e kishin zënë dhe e mbanin të pushtuar këtë pjesën. Po. Pra këtu janë lartësitë Golan. Kjo pjesë. Aty janë lartësitë Golan, po. Dhe pasra Asadi, izraelitët ç'a bën? Në Siri dhe e shtyn dhe kanë shtyrë edhe në këtë territorin tjetër. Pra kanë marrë edhe këtë territorin tjetër, siç e shihni kjo. Që shkon deri në kontrollin e Sirisë. E Izraelit. Beit Gjini, pra shtëpia e Gjinëve është ai duhet ishte shtëpia e Gjinëve Beitul Gjin, por nuk është Beitul Gjin. Beitul. Po. Beitul thon shtëpia, po Gjin. Nuk është gjithsesi po ta marrim. Është kjo Beit Gjin ndodhet për te territor, pra është këtu Beit Gjini. Dhe ndodhi një inkursion ora 3 natës për të arrestuar edhe 2 persona. Po. Hera e parë në këtë inkursion që popullata këtu në Beijing u angazhua, organizua dhe sulmoi forcat izraelite që kishin hyrë këtu. Popullata vet. Po, popullata vet. Jo ushtria zyrtare. S'ka forca këtu, nuk ka forca ushtarake dhe policore siriane. Siriane. Ka një marrëveshje dhe me ndërhyrjen e amerikanëve, forcat e Sirisë nuk ndodhen fare në këtë territor për të mos acaruar situatën midis Sirisë dhe Izraelit. Pra s'ka në territor fare forca të ushtrisë ose të xhihadistë ose s'ka asnjë forcë ushtarake siriane që i përket Sirisë së sotme. Dhe popullata u angazhua dhe pati 3 orë luftë. Në këtë 3 orë luftime mbetën 22 ushtar izraelit të plagosur së bashku me 4 oficer. 22 ushtar izraelit duke u përplasur me popullatën, jo me ushtrin. Me popullatën dhe ç'a bëri? Për të tërhequr këta në mënyrë që sepse mbetën të rrethuar, atëherë ushtria izraelite përdori aviacionin. Dhe aviacioni goditi dhe vrau 15 qytetarë dhe plagosi 22 të tjerë. Në këtë territor. Civil, në këtë territor. Dhe arriti në fund që forcat të tërhiqeshin, se ishin mbetur pa arritur objektivin drejtën. Pa arritur asnjë objektiv. Dhe pas kësaj situate, Izraeli ka dalë me deklaratën që këtu janë grupe terroriste dhe këto grupe terroriste përmbajnë për arsye. Por kjo u hodh poshtë edhe nga qeveria siriane, po edhe nga amerikanët u hodh poshtë që menjëherë po. Absolutisht. Pra ishte tentativë e izraelitëve për dhe izraelitët po mundohen në të gjitha format dhe mënyrat që të ngrejnë këto grupe xhihadiste, pra për t'i dhënë dhe këto veprime, këto inkursione ushtarake bëhen në mënyrë për t'i treguar dhe edhe deklaratat politike që bën Izraeli i bën për t'i nxitur grupe xhihadiste që shiko, Ahmet Ashara nuk kontrollon dot asgjë, se ne fshive bëjmë çfarë duam. Por ama hera e parë që popullata u ngrit. Pra këtu ka ndryshuar tashmë struktura e sigurisë. Pra deri më sot kemi një ndryshim tjetër të rregullave të kushteve të përdorimit të luftës në këtë territor. Deri më sot Izraeli bënte çfarë donte dhe ajo çfarë mund ta kundërshtonte Izraelin ishte grupet xhihadiste ose qeveria e Damaskut. Sot nuk janë as grupet xhihadiste as qeveria e Damaskut, por është popullata dhe kjo e tremb Izraelin dhe prandaj Izraelit i intereson patjetër kaosi dhe po thotë që grupet xhihadiste pra po nuk qëndron ajo sepse kur popullata organizohet. Dakor. Atëherë kemi një unitet, po këtu është problemi sepse këtu ka sunit dhe shit në këtë vend. Në këtë vend. Ka sunit dhe shit. Dhe sunitët dhe shiitët u bën bashkë në këtë qytet dhe luftuan kundër Izraelit. Pra për herë të parë ndodh në Siri që sunitët dhe shiitët bëhen bashkë kundër Izraelit dhe është populatë civile unitare. Dhe këtu kemi një unitet për herë të parë dhe ky unitet e frikson Izraelin. Pra do të thotë që Izraeli nuk mundet më të marrë territore, ta heqi nga mendja që mund të hyjë dhe të marrë territore të bëjë si të dojë por i duhet patjetër rrëzimi i qeverisë tamam sepse kur ti ke një unitet në popull, automatikisht ky unitet mund shfrytëzohet nga qeveria dhe qeveria të bëhet edhe më e qëndrueshme. Dhe qeveria ka mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po kjo është ajo që Izraeli mundohet të Izraelit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Prandaj Izraeli mundohet me të gjitha format dhe mënyrat që ta zhbëjë këtë gjë. Dhe a mund të jetë skenari se kur thot mund ta vrasin fraksionet opozitare, a mund ta ekzekutojnë agjenturat izraelite? Ata po mundohen të bëjnë të gjitha mënyrat për ta realizuar këtë. Dhe kur shërbimet izraelite, shërbimet sekrete të çdo vendi paralajmërojnë një ndodhi që do ta bëjë këtë nesër, atëherë këta e kanë nisur procesin dhe nesër duan të thonë që ne e thamë që këta do ta bënin. Por
Këto janë procese që mund të ndalen. Deklarata e Trumpit këto janë procese që mund të ndalen sepse pas kësaj deklarate kemi deklaratën e Trumpit. Po, menjëherë deklarata e Trumpit ka ardhur pas deklaratës izraelite. Po, e ka parasysh kronologji. Amerikanët po e bëjnë edhe garantojnë që po garantojnë ata me çfarën, e garantojnë ata qeverinë dhe po i thonë izraelitëve që për sa kohë jemi ne këtu ju nuk prekni. Pra kjo është e gjitha. Po punojmë për ta bërë që qeveria e Sirisë vazhdoj të bëjë atë që sot në qeverinë izraelite neve kemi Izraeli është një shtet nazifashist dhe në krye të qeverisë kemi një sekt nazifashist pervers sionist që quhet sionizëm, të cilët janë njerëz të luajtur mendsh totalisht dhe këta mund të bëjnë çdo lloj veprimi të arritur dhe këta mund edhe ta kundërshtojnë. Po Trumpi e thot duhet patjetër dhe këtu duket sikur këshillon Izraelin, është shumë e rëndësishme që Izraeli të mbajë një dialog të fortë dhe të vërtet me Sirinë në mënyrë që asgjë të mos ndodhë, të interferohet me evolucionin e prosperitetit të shtetit prosperues. Por pa kjo është. Pra këto veprime të Izraelit. Është mesazh për Izraelin. Absolutisht është mesazh për Izraelin për këtë veprim që bëri, që po tenton në të gjitha format dhe mënyrat, por përveç kësaj të Trumpit, erdhi edhe thash veprimi i parë unitar i popullit kësaj radhe. Dakor. Dhe për këtë arsye izraelitët tashmë janë ndodhur në një pozitë shumë të keqe. Pra e para s'kan as mbështetje e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe e dyta po hasin një dhe veprimet e tyre po sjellin të njëjtën gjë që sollën në Gaza. Pra, veprimi i tyre në Gaza, pra veprimi i tyre i çmendur, genocidi, vrasja, përdhunimi, gjithçka që ata bën në Gaza, u ngrit gjithë popullata e botës kundër tyre. Të njëjtën gjë, gjitha veprimet e tyre të papërgjeshme, fashiste, nazifashiste që po bëjnë ndaj Sirisë, po detyron popullatën Siri që të unifikohet. Po edhe Amerikën, sepse thotë kjo është vetmja rrugë për të arritur atë që quhet paqe. Unë uroj që izraelitët le të vazhdojnë me këto idiotësira, sepse sa më shumë të bëjnë këtilla budalliqe, aq më shumë do të unifikohet popullata e Sirisë dhe aq më e pakët do të jetë nesër mundësia e Izraelit për të arritur zgjerimin e tyre biblik. Ndërkohë, Dritan është kërkuar, le të themi, Netanyahu ka kërkuar falje tek presidenti vitin që ka vit elektoral, po e lexoja tek Jerusalem Posti. Pra, në kuptimin politik, si e shikon fundin e Netanyahut? Unë nuk shoh në fundin e Netanyahut. Nisur nga paralajmërimi që i bën Trumpi në mënyrën se si e akuzon pavarësisht se nën rreshta e akuzon Izraelin që mund të po tenton të prish atë që mezi po arrim dhe faktin që vetë Netanyahu ka kërkuar falje. A mendon se do ta fal presidenti Herzog? Nuk e di se çfarë do të bëjë Herzogu, nuk hy në këtë aspekt, por di një gjë që si e fali, si nuk e fali, Netanyahu nuk bie nga pushteti, për arsye se 80% e shoqërisë izraelite është e shplar nga truri dhe është një shoqëri nazifashiste. Pra kanë përkrahur dhe vazhdojnë të përkrajnë çdo lloj veprimi genocidial dhe vrasës të shtetit nazifashist të Izraelit në Gaza. Dhe këta njerëz, kushdo që të vijë po thua, nëse vjen opozita, absolutisht edhe nëse vjen opozita dhe opozita nuk ka qenë asnjë moment kundër asaj çfarë Izraeli ka bërë në Gaza. Ndërkohë Trump e ka ftuar Netanyahun sërish në shtëpinë e bardhë. Po për mua nuk ndryshon gjë. Dhe jam i bindur që Netanyahu nuk do të humbasë zgjedhjet. Pra në çfarë do lloj zgjedhje që të shkojë në Izrael, Netanyahu do të rifitojë sërish, sepse Netanyahu është përfaqësimi më i qartë, pra është pasqyra e një shteti nazifashist. Dritan, e kemi diskutuar në fakt, po para dje ose pardje pash që droni i parë luftarak i Turqisë, Bayraktar Kizi Lelma, është bërë mjeti i parë fluturues pa pilot që kryen me sukses një sulm me raket ajër me rrezet gjatë ndaj një objektive ajror të motorizuar me reaktor. Tani këtë pjesën do ma shpjegosh ti çfarë është, për çfarë bëhet fjalë, cila është rësia? Nuk ka ndonjë rësi në aspektin e industrisë ushtarake botërore, ka një rësi në aspektin e industrisë ushtarake turke, pra një avion pa pilot, për herë të parë në industrinë ushtarake turke arrin të godasi me raket një objektiv tjetër në lëvizje sipër. Pa ky është sukses për Turqinë, se vendet e tjera e kanë këtë një avion pa pilot që me rrezet gjatë që po, amerikanët kanë M-9 në Reaper që është që godet në gjithë botën, pra ai që vrau Qasem Soleimani, pra nuk është se, pra, po kjo është vetëm për turqit. Pra turqit e kanë arritur për herë të parë këtë.
Kurse gjithë pjesa tjetër e botës e ka, kinezët e kanë, rusët e kanë, turqit e kanë, pra këta amerikanët e kanë. Kjo e fut Turqinë, le të themi, e fut Turqinë në klubin e vendeve të cilat posedojnë dron, të cilët mund të godasin me raket, pra. Me rrezet gjatë, çfarë do të thotë? Me rrezet gjatë veprimi, pra është mbi 250 kilometra. Që do të thotë që avion të tillë pa pilot, shiko, avioni mund të lëshojnë raketa. Avion të tillë pa pilot mund të lëshojnë raketa, pra edhe avion të tjerë lëshojnë raketa, pra edhe bajraktarët lëshojnë raketa. Po për herë të parë ky avion lëshon një raketë me rrezet gjatë veprimi. Bajraktarët lëshojnë raketa me rrezet shkurtër veprimi, as me rrezet me kurse ky me rrezet gjatë veprimi. Domethënë ky lëshon një raketë mbi 250 km largësi. Pra raketa mund ta godasë objektivin deri në 250 km larg e tutje. Është ndryshe nga fjala vjen, ajo që duhet kuptoj Dritan është fjala vjen F-35 apo avionët që janë me pilot. Shikoj, njëjta gjë është. Pra, duhet të kemi një gjë parasysh. Është e njëjta gjë. Si vlerë, si vlerë monetare. Si vlerë monetare, pothuajse është e njëjta gjë në aspektin e asaj. Problemi është që kur ti ke piloti, shtohet edhe vlera e pilotit. Dhe edhe ky avioni komandohet, pra e ka një pilot, po piloti i këtij rrin në tokë. E qartë. Pra piloti i këtij rrin në tokë. Dhe ky e ka hapësirën e fluturimit, largësinë e fluturimit i ka të limituara sepse ka gjithçka me telekomandë. Pra në rast se ky avion i tazëm do të fluturonte 3000 km, avioni pa pilot mund të shkojë 10000 km sepse ka pilotin sipër dhe nuk ka, po ky shkon 3000 km sepse aq është distanca e komandës, pra e valës të telekomandimit. E valës komandimit, po. Pra kurse avioni me pilot nuk ka valë telekomandimi, avioni me pilot bën manovra më të ndryshme sepse manovrat i bën piloti direkt dhe e përllogarit manovrën, e përllogarit gjithçka, kurse ky nuk bën manovra ndryshme dhe është detyruar të fluturojë në lartësira të cilat nuk e rrezikojnë atë, të mos bëjë manovra të cilat e rrezikojnë për arsye se nuk mund të dalë pasi piloti ndodhet në tokë dhe nuk e shef në qartësi, pra monitoron terrenin nëpërmjet kamerave që ka, nëpërmjet kamerave që ka avioni. Pra nuk e monitoron terrenin të plot 360 gradë me sy siç është piloti në kabinë që ndodhet. Pra këtu është ndryshimi. Dhe e dyta, e treta është që fundi fundit këto janë e gjitha ky ka aparatura të cilat marrin komandë. Pra në një moment caktuar këto aparaturat mund mos marrin komandë, në moment që nuk marrin komandë avioni bie, pra nuk mund të hyret manualisht. Kurse avioni me pilot ka një gjë që në këtë moment mund të shkëpusë komandat elektronike dhe elektrike dhe mund ta marrë në mënyrë manuale avionin në ta drejtojë në mënyrë manuale, pra piloti. Pra këtu ndryshon gjithçka dhe kapacitetet e tij janë më të mëdha se kapacitetet e këtij që është pa pilot. Sigurisht. Por normalisht që kushtojnë më lirë këta pa pilot dhe është bërë për kosto efektive të luftës. Pra ti mund të përdorësh të dhe edhe po orzuat ti nuk humb njeri, nuk humb sepse të humbasësh njeri është shumë e madhe. Po, nuk humb njeri. Mos të humbasësh një pilot. Po a ka kosto monetare një avion i tillë? Absolutisht që ka kosto monetare një avion i tillë, sepse varet nga aparaturat që ka, nga kapacitetet që ka, nga komandat që merr dhe nga lloji i armatimit që posedon. Që ka sigurisht sisteme kundërajrore që mund ta kapin këtë lloj avioni Dritan. Nuk është se është hyrë tek avionët e padukshëm, po themi. Jo, nuk di që hyn te avionët e padukshëm, por qëllimi i këtyre avionëve është i këtyre dronëve nuk është patjetër që të jenë padukshëm, për arsye sepse këta arrin të sulmojnë në distanca të caktuara për territorët që janë edhe më tutje në distanca të cilat ti ke nën kontroll. Pra këta nuk dalin jashtë mbrojtjes kundërajrore tënde. Pra këta funksionojnë në rrjetin e mbrojtjes tënde kundërajrore. E qartë. Nuk dalin jashtë asaj që të rrezikojnë. Ti ke një mbrojtje kundërajrore e cila e ka kapacitetin të rrjetin të mbrojtjes, pra largësinë e mbrojtjes ta zëm, mbrojtja jote kundërajrore është 300 km. Rreth. Në ato 300 km shton 250 km. Pra shtohet, pra këtë shton, pra është më i sigurt në këtë aspekt. E qartë. Dritan, ndërkohë duket sikur është intensifikuar, le të themi, situata midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës. Ka lajme që Maduro si është ofruar që të largohet nga Venezuela, ka qenë përcaktuar në deadline 28 ose 29 nëntor. Çfarë po ndodh në Venezuelë aktualisht? Në Venezuelë aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke bërë ato që kanë bërë në Irak, në Afganistan dhe kudo tjetër, pra po kryesisht në Irak, edhe ato që kanë bërë në Libi. Pra po tentojnë të bëjnë një rrëzim, një ndryshim pushteti, pra atë të kundërtën asaj që deklaruan edhe Hegseth edhe Trumpi kur erdhën në pushtet, që thanë që Amerika nuk do merret më me ndryshimet e qeverimit, ndryshimet e pushteteve. Dhe kanë vazhduar dhe kanë nisur një ofensiv, ky është një manual i ligjeve të luftës, i bërë në vitin 2015 nga Departamenti i Mbrojtjes,
dhe i rinovuar në 2023. Në këtë manual përcaktohen veprimtaria e forcave ushtarake amerikane dhe ajo çfarë ka ndodhur aktualisht rreth Venezuelës është e gjitha në shkelet të këtij manuali. Dhe përbën krim lufte sipas këtij manuali. Po thua për goditjen e anijeve. Të gjitha goditjet e atyre varkave, se janë anije, janë varka. Janë varka? Po, goditjet e atyre varkave në det të hapur dhe për më tepër goditja edhe më pas, pra, dhe vrasja edhe e të mbijetuarve përbën një krim të pastër, pra kemi një thot. Pra një nga pikat e manuali ka të përcaktuar me përse duhet të refuzojnë forcat ushtarake urdhrin. Dhe në një moment caktuar thot antarët 18.3.2.1 thot urdhrat e jashtëligjshme. Që janë qartësisht jashtëligjshme. Janë qartësisht dhe përcakton dhe në fund thot, për shembull thot, orders to fire upon the shipwreck would be clearly illegal. Pra, urdhrat për të goditur anijet dhe mbetet e anijeve, pra mbetet e anijeve, ajo që ka mbetur ajo, është totalisht e palishme. Dhe sipas rregullave ndërkombëtare përbën krim lufte. Pra ajo çfarë duke bërë sot Trumpi dhe Pete Hegseth dhe gjithë forcat amerikane në Karaibe sot janë duke bërë krime lufte. Asgjë tjetër. Dakor, po kjo pastaj këtë e vendos gjykata. Atëherë këtë çdo vend nesër, çdo gjykatë, kjo është edhe pjesë e gjykatës ushtarake amerikane dhe të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë, nesër të jeni të bindur me rënien e Trumpit nga pushteti? Po beson se urdhri është dhënë për të goditur anije që transportojnë drogë, se shfrytëzohet se ishte një memo, nuk ka të bëjë fare ajo, memot nuk qëndrojnë mbi ligjet dhe mbi rregulloret. Kjo është një rregullore e miratuar, qartë e pastër. Memot që bëjnë 2-3 gjykatës që japin memo, por nuk mund ndjen lirë, nuk justifikon dot asgjë. Është e njëjta gjë me atë që ndodhi, memo kishte edhe Bushi për torturat e njerëzve. Por ama njerëzit që torturuan shkuan para gjykatës. Pra jemi në jemi në të njëjtën pikë. Jemi në të njëjtën pikë. Pra edhe atëherë ata justifikuan, kishte një memo e disa gjyqtarëve në Amerikë që justifikuan torturat që George Bushi bënte në Irak dhe kur dolën ato tortura dhe njerëzit që torturuan, nëse mbani mend, u dënuan më pas nga gjykata. Kur dolën ato fotot e Abu Ghraibit. Po, pra ata që bën e njëjta gjë. E njëjta gjë do të thotë. Hegseth është në sulm për këtë. E njëjta gjë pikërisht. Hegseth, unë mendoj që Hegseth për këtë që ka ndodhur, për këtë urdhra që ka dhënë, për këtë që ka ndodhur, për këtë që ka bërë, për këto vrasje që janë bërë, ai do të japi dorë, do largohet që andej. Për këtë që ka bërë. Absolutisht. Ndërkohë kalojmë te Venezuela drejt Venezuela, Trumpi ka grumbulluar diku të rreth 10.000 forca, nuk janë të mjaftueshme këto forca për të pushtuar Venezuelën, por janë mjaftueshme për të bërë një sulm ashtu siç mendon Trumpi, se mund të bëjë një sulm si në Panama. Pavarësisht se në vitin 2019, Instituti për studime Instituti studimeve ushtarake që është i përket forcave të armatosura të ushtrisë, mos e ngatrojmë, Instituti për studime ushtarake që është institut privat, është një institut shtetëror, tot Instituti i studimeve ushtarake të ushtrisë amerikane, ka bërë një analizë dhe një studim për çështjet e Venezuelës dhe ka përcaktuar që Venezuela pra nuk mund të shkohet të sulmohet Venezuela sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë kapacitete jo vetëm ta pushtojnë Venezuelën, por nuk kanë kapacitete as ta mbajnë atë pas hyrjes, pra the day after, që quhet ajo dita pas pushtimit. Dhe do i ndodhi njëjta gjë që i ndodhi në Irak, vetëm se këtu do ndodhi në nivelet e Vietnamit. Pra Venezuela do të jetë një Vietnam i ri, ata mund ta vrasin Maduron, mund ta rrëzojnë Maduron, por çfarë do lloj personi që të vënë në vend Maduros, atëherë Venezuela do të shkojë drejt një fragmentizimi, pasi janë disa lloje organizatash që ekzistojnë në Venezuelë, kryesisht të majta, që operojnë në disa shtete, se Venezuela është një shtet federativ, pra në disa shtete të Venezuelës, dhe këto janë jashtë kontrollit dhe jashtë territorit, jashtë kontrollit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të çdo lloji opozite që mund vi aty, dhe ato do ta shfrytëzojnë mundësinë për të bërë luftë kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, për arsye se janë organizata të majta, të cilat kanë luftuar, janë organizata marksiste-leniniste, të cilat gjithnjë kanë luftuar dhe e kanë konsideruar imperializmin amerikan si arsyeën kryesore të luftës së tyre ndaj vendeve në të cilat kanë luftuar, në Kolumbi, në Meksik kemi shumë Tupac Amaru. Tupac Amaru janë forca enveriste, pra janë me ideologji enveriste. Tupac Amaru. Po, vazhdojnë akoma në shtetin e Tapias në Meksik. Po, kontrollojnë një pjesë të madhe të territorit atje. Janë marksiste-leniniste, por enveriste, me bazë enveriste, pra duan ndërtojnë një shtet si Shqipëria socialiste. Pra ky është ide. Ky grup dritan se Tupac Amaru. Tupac Amaru me ideologji enveriste të
Po, me inteligencë. Interesant, duan ndërtoj një shtet si Shqipëria. Po, një shtet socialist si Shqipëria. Shumë interesant. Dhe gjitha këto vende pra janë armiq të përbetuar të imperializmit amerikan. Dhe në çdo lloj momenti që Trumpi do të çojë trupa në Venezuelë, të gjitha këto vende do të ndërhyjnë, pra do të marrin pjesë, gjitha këto grupe do të marrin pjesë në këtë mundësi që Trumpi po jep për të luftuar kundër imperializmit amerikan dhe kjo do të shënojë fundin e hegemonisë amerikane edhe në oborrin e shtëpisë. Dritan, po në Next e pash në rrjetin X